Situata në shtëpi përshkallëzohet në një nga debatet më të forta të ditëve të fundit, kur Rogerti gjatë një përplasje verbale me Matian kalon çdo kufi dhe përdor një ofendim shumë të rënë. Në mes të debatit, me tone të larta dhe me nerva të tensionuara, Rogerti i drejtohet Mateos me një fjalë që prek familjen e tij, duke përmendur motrën e tij në një mënyrë fyese dhe provokuese. Në momentin që fjalët dalin nga goja e Rogertit, atmosfera ndryshon menjëherë. Banorët mbeten të shtangur dhe heshtja zgjat për disa sekonda. Mateo, i cili deri në atë moment po debatonte për çështje loje dhe situata brenda shtëpisë, acarohet menjëherë dhe reagimi i tij është i menjëhershëm. Në fytyrën e tij duket qartë zemërimi dhe shkënjimi, pasi për të përfshirja e familjes është një vijë e kuqe që nuk duhet kaluar kurrë. Me zë të ngritur, Mateo i thot Rogertit se ai nuk ka të drejtë të përmend familjen e tij dhe se çfarëdo konflikti që kanë duhet të mbetet mes tyre si individ. Ai thekson se loja është një gjë, por familja është diçka e shenjtë dhe nuk duhet përdorur si mjet për të lënduar apo provokuar. Rogerti përpiqet fillimisht ta justifikojë veten duke thënë se ishte një reagim i momentit dhe se Mateo e kishte provokuar më herët. Por kjo vetëm sa e përkeqëson situatën, sepse Mateo e konsideron këtë si mungesë respekti të thellë. Ai i thotë se nuk ka asnjë justifikim për të përdorur fjalë të tilla dhe se kjo tregon nivelin e vërtetë të karakterit të tij. Tensioni rritet dhe të dy fillojnë të flasin njëkohësisht me zë të lartë. Banorët e tjerë ndërhyjnë për t'i qetësuar, duke i kërkuar Rogertit të tërhiqet dhe të kërkojë falje, ndërsa Mateos i kërkojnë të mos e përshkallëzojë situatën më tej. Disa prej tyre shprehen se ky lloj ofendimi nuk është i pranueshëm dhe se kalon kufijtë e lojës. Mateo shprehet se është shumë i prekur dhe se nuk e priste një goditje të tillë poshtë brezit. Ai thotë se mund të pranojë kritika për lojën, për sjelljen apo për marrëdhëniet e tij brenda shtëpisë, por nuk do të tolerojë kurrë që familja e tij të përmendet në mënyrë fyese. Ai thekson se respekti është themeli i çdo debati dhe se kur mungon respekti, gjithçka humbet kuptimin. Rogerti, duke parë reagimin e fortë të Mateos dhe reagimin e banorëve të tjerë, fillon të kuptojë peshën e fjalëve të tij. Megjithatë, krenaria dhe tensioni i momentit e bëjnë të vështirë që ai të kërkojë menjëherë falje. Ai vazhdon të thotë se ishte i provokuar, por disa banorë i rikujtojnë se asnjë provokim nuk justifikon përfshirjen e familjes. Atmosfera në shtëpi mbetet e rënd për një kohë të gjallë. Mateo largohet për pak për t'u qetësuar, duke treguar se është thellësisht i lënduar. Ai shprehet se disa gjëra nuk harrohen lehtë dhe se kjo situatë ka ndryshuar mënyrën si e sheh Rogertin. Ky debat lë një shenjë të fortë në dinamikën e shtëpisë. Banorët diskutojnë gjatë për atë që ndodhi, duke theksuar rëndësinë e kufive në debate. Shumë prej tyre bien dakord se loja mund të jetë e ashpër, por familja duhet të mbetet jashtë çdo konflikti. Mbetet për t'u parë nëse Rogerti do të reflektojë dhe do të kërkojë falje publike për fjalët e tij, apo nëse kjo përplasje do të krijojë një ndarje të pariparueshme mes tij dhe Mateos. Një gjë është e sigurt, ky moment ka qenë një nga më të tensionuarit dhe më të diskutuarit në shtëpi, dhe pasojat e tij do të ndihen edhe në ditët në vijim.